Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues, ju ftojmë në këto qaste që të fillojmë ditën me lutjen zyrtare të kishës, liturgjinë e orëve, gjithsesi lutjen e mëngjesit. Sot pra është shtunë, java e 32 gjatë vitit liturgjik C. Kisha përkujton Shën Jozafati i peshkëv dhe martir. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Martiri hyjit, që duke shkuar pas të vetmit bir të Atit, nga dhënjen mbi armiq të mundur, fitues gëzon me qiellorët. Me dhunti të lutjes sate, lehtësoje fajin tënd, mbaj larg sëmundjen e së keqes, na dërbo mërzinë e jetës. Tashmë janë zgjidhur prangat e trupit tënd të shejtruar, na i zgjidh prangat e shekullit me dashuri të Birit të Zotit. Atit nderimi e Birit, me shpirtin shenjtë së bashku, me ty kuror të përjetshme, të vënë në treme të lumturisë. Amen. Antifona e parë. Është punë e mirë ta lavdërojmë Zotin, ta shpallim dashurinë e tij në mëngjes. Psalmi 92, lavdi Zotit krijues. Kremtohen lavdët për mrekullitë e të njëlindurit, pa thënë Shën Atanazi. Është punë e mirë ta lavdërosh Zotin. Ti këndohet emri tënd, o Zot i tejet lartë. Të shpallim dashurinë në mëngjes. E gjatë natës besnikrin tënde, me harp 10 korda sheme lirë, me këngë për cjell me cetër. Se ti, o Zot, më gëzove me veprat e tua, kënaqem për veprat e duarve të tua. Sa të madhërishme janë veprat e tua, o Zot, sa të thella mendimet e tua. Njeriu i pamend nuk i di, dhe i marri nuk do t'i kuptoj. Po edhe në mbifshin mëkatarët, por si bari, e në lulëzofshin ata që bëjnë keq, janë të caktuar për bjerje të pasosur. Vetëm ti je i tejet lartë për amshim, o Zot. Sepse që o Zot armiqtë e tu, sepse që o Zot armiqtë e tu do të biren, do të shpërndahen të gjithë keqbërësit. Ti marrit e fuqin, por si të buallit, më shugurove me më të pastrin vaj. Prej së larti i shikon syrim ata që më urrejnë. Veshët e mi, pa tronditje i dëgjojnë kundërshtarët e mi. I drejti lulëzon si palma, rritet por si cedri i Libanit, të mbjell në shtëpinë e Jakobit, lulëzojnë në banesat e hyjit ton. I japin fruta edhe në pleqëri. Janë të kërthëndest e plot shëndet, për të shpallur se Zoti është i drejtë, qeta ime në të cilin nuk ka të meta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Është punë e mirë ta lavdërojmë Zotin, ta shpallim dashurinë e tij në mëngjes. Antifona e dytë. Na jep o Zot një zemër të re, vendose në ne shpirtin tënd të shenjtë. Kënga marrë nga libri i Ezekielit profet, kapitulli 36, rreshtat 24 deri 28. Hyji do ta përtëri popullin e vet. Ata do të jenë populli i tij, kurse ai do të jetë me ta hyji i tyre. Thot libri i Zbulesës 21:3. Do t'ju heq prej paganëve e do t'ju bashkoj nga të gjitha vendet.
dhe do t'ju sjell në vendin tuaj. Atëherë do të zbrazë mbi ju një ujë të pastër dhe do të pastroheni nga të gjitha ndyrësitë tuaja. Do t'ju pastroj nga të gjithë idhujt tuaj. Unë do t'ju jap një zemër të re. Një shpirt të ri do ta fus në ju. Do ta nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurtë. E do t'ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do ta fus në ju, e do të bëj që të ecni urdhërimeve të mia. E t'i zbatoni, e t'i shtini në veprim gjygjet e mia. Do të banoni në tokën që u adhurova etërve tuaj. Ju do të jeni populli im, e unë do të jem hyi juaj. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. na jep o Zot një zemër të re, vendose në ne shpirtin tënd të shenjtë. Antifona e tretë. Prej gojës së ferishteve e të foshnjave ngritet lavdi yt, o Zot. Psalmi 8, madhëria e Zotit dhe dinjiteti i njeriut. Çdo gjë vuri nën këmbët e tia, e atë e vendosi mbi çdo gjë për krye të kishës, thot letra drejtuar Efesianëve kapitulli 1 rreshti 22. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun, me madhërijet e kalon edhe qiellin. Prej gojës së ferishteve e të foshnjave, lavdin e bëre gati kundër armiqve, që t'i bësh të heshtin armiqt e kryengritës. Kur e sodis qiellin, veprën e gishtave të tu, hënën e yjet që ti i vendose, çka është atëherë njeriu që ta kujtosh, biri i Adamit që të përkujdesesh për të? E pra, e bëre pak më të vogël se engjëjt, e kurorëzove me lavdi e shkëlqim, i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua. Gjithçka vure nën këmbët e tij. Delet e kafshët të gjitha, për më tepër edhe e gërsirat e fushës, shpendët e ajrit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. prej gojës së ferishteve e të foshnjave, ngritet lavdi yt, o Zot. Leximi i shkurtër i marr nga letra e 2 e Korintasëve, kapitulli i parë, rreshta 3 deri në 5. Qoftë bekuar hyi, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, ati i mëshirshëm dhe hyi që jep çdo ngushëllim. Ai na ngushëllon në të gjitha vështirësitë tona, që dhe ne të mund t'i ngushëllojmë të gjitha ata që gjenden në vështirësi. Me atë ngushëllim, me të cilin hyi na ngushëllon ne. Dhe vërtet, siç ndikohen pa mas në ne mundimet e Krishtit, po ashtu në për Krishtin edhe marrim ngushëllim pa mas të madh. Përgjigja e shkurtër. Fuqia ime, kënga ime është Zoti. Fuqia ime, kënga ime është Zoti. Ai është shpëtimi im. Kënga ime është Zoti. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Fuqia ime, kënga ime është Zoti. kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Ai që e urren jetën e vet në këtë botë, e ruan për jetën e amshuar. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyi i Izraelit.
që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që u premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, ati ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. e ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tetë-Lartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit, për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa tan në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. ai që e urren jetën e vet në këtë botë, e ruan për jetën e amshuar. Lutjet e besimtarve. Në bashkim me martirët e shenjtë të vrarë për shkak të Ungjillit, ta kremtojmë dhe ta thërasim shëlbuesin ton, dëshmitarin besnik të hyjit atë. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot, për hir të martirëve të tu, të cilët e përçafuan vdekjen si dëshmi të fesë. Na jep lirinë e vërtetë të shpirtit. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot, për hir të martirëve të tu, që dëshmuan fen deri në derdhjen e gjakut. Na jep një fe të pastër dhe të vërtetë. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot, për hir të martirëve të tu, që ecën gjurmëve të tua në udhën e kryqit. Bëj që me qëndres të bëjmë balë vështirësive të jetës. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot, për hir të martirëve të tu, të cilët i lanë petkat e veta në gjakun e qengjit. Bëj që t'i mposhtim nga shënjimet e mishit dhe të botës. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot, ati ynë që je në qiell u shejtroft emrit, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tan, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, ndikoje në kishën tënde, o Zot, shpirtin shenjtë, i cili e frymëzoi shën Jozafatin, ta jap jetën për popullin e vet, që edhe ne të mbështetur në uratën e tij, e të forcuar me të njëjtin shpirt, të jemi të gatshëm ta japim jetën tonë për vëllezër, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falënderojmë hyin.